Si çdo fund viti për shkak të festave, rrugët e vendit tonë mbi ngarkohen për arsye edhe të ardhjes së emigrantëve pranë familjeve të tyre për të festuar ndërrimin e viteve. Prefekti i Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu thotë se janë marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në një periudhë kur pritet rritje e ndjeshme e numrit të emigrantëve që kthehen për të festuar në vendlindje. Nga ana tjetër, prefekti Shehu theksoi se strukturat e policisë së shtetit janë në gatishmëri të plot 24 orë, duke shtuar prezencën në rrugë, sheshe dhe zona me fluks të lartë lëvizje, me qëllim për ndalimin e incidenteve dhe garantimin e qarkullimit të sigurt. Është vërtet që pak nga pak për dijavë vinë viti i ri, javën e ardhshme pothuajse prej tani kemi atmosferën kur po vijon po plotësoje kartolinat për vitin e ri për drejtuesit e institucioneve, po bëjmë urimet e rastit. Kjo është traditë, në fund vitit shtohet numri i emigrantëve, kuptohet, shtohet dhe problematika. Ne po hapim udhëzime dhe institucionet kanë marrë udhëzime për pritur vitin e ri si që ka hije. Detyra ka marrë policia e shtetit për të rritur për qenë e pranishme në rrugë, në sheshe, kudo ku ka njerëz. Spitalet kanë marrë udhëzime, agjensi që kontrollojnë restorantet apo ushqimi social. Gjithandaj janë marrë dhe po merren masa për ta pritur në mënyrë dinjitoze vitin e ri si në gjithë Shqipërinë dhe qarkun tonë. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të bashkëpunojnë me struktura shtetërore për një fundvit të qetë dhe të sigurt.